Unë sot doja të prekja, duke lidhur me këtë që po flisim deri tani për hyrje, por dhe atë se çka është vendosur së fundmi, që është edhe slogani ose le të themi imazhi i fushatës së Partisë Socialiste që mbëri shumë përshtypje, dhe ne që e cekëm dhe le të themi episodin e fundit, atë fushën e Fallxhor Eris, le të quajmë, Fallxhorëri mund quhet, çfarë mund quhet si Fallxhorizëm, atë shpikim ne. Fallxhorizëm, po, shpikim dhe ne diçka si shpikim dhe ata, se shpikja është e gjitha. Po. Aty e ka rënë që për të votuar Partinë Socialiste është numri 5 dhe ka përdorur një imazh, besoj se e ke parë këtë imazhin. Kjo është pëllëmb me që ta kuptojmë me disa simbole mistike dhe të horoskopit. Po. Rrethuar me shumë trekëndçën e Trumpit që i bë vazhdimisht ai. Këtë doja të ceknim pak çfarë po ndodh tani. Këto po na tregojnë shiqare këtë, çfarë do të thotë do, si e lexon ti këtë simbolin, këtë simbolikën që po Your future thotë kjo, domethënë po your future është e ardhmja juaj thotë. Misticizmi, domethënë magjia bota e errët është e ardhmja juaj po thotë aty. Se këtu po shohësh po është rrethuar, me ja sfondin e ke zi për shembull. Ja zi, po. Fati është në dorën tuaj, me ato që nxjerr aty domethënë. Domethënë të futet atë çikat e krenari që ti vendos për jetën tënde, ndërkohë që neve ne jemi deri. Luan atë, po. Po prap të dorën do më japësh mua thot pesën. Pesën, kjo je në dorën time prap. Sado që ta jap krenarin që thot ju jeni e ardhmja e tjerë, your future jemi ne, pastaj do të ka gjithë ato simbolika, ato të misticizmat. Po. Është komplet misticizëm i gjallë. Ajo lidhet me kabalen ajo, komplet që është ashtu. Siç po e shohim. Janë kabalista këta tipat. Besojnë tek ai tjetri. Edhe thallë, domethënë kjo është ai që po përdor ai gjati tani këtë kohë të fundit ka si logo në vetë. Po fushat, bravo, po. Po fushat nxjerrë. Po fushat po është për fushat kjo. Prandaj po dua ta cek. E kupton ku është i futur ai njeriu. Bravo, këtu m'dil tani. E di ku është zhytur ai njeriu domethënë. Ai domethënë se më kishte pyetur se kush kishte pyetur herë, tha, po ky mirë është ashtu që po thotë i zhytur në atë errësirën aty. Po ky është i vetëdijshëm domethënë që po ndjek një agent që po e çon njerëzit në humner. Pjesërisht po e thash. Është ndjeni deri diku, po jo plotësisht. Ai nuk e di për shembull që këto gjëra që ai po zbaton bashkë me atë agjendën 2030 që e thot vetëm 2030 jo agent. Po. Këto po na çojnë në një botë satanike komplet. Rebelimi ndaj Zotit, largimi, sheshimi çdo gjëje, aty po na çon errësirë valla, në humner. Shive, e tregonte qartë ajo aty. Sfondi erët. Po si është këtë që po trego kaq hapun? Okej, në rregull, unë se besoj që ai ti pa qëllim kjo gjë, ose pa vetdijen e tij, ose pa patur informacione dhe pa qenë i bindur ai se çka po bën, domethënë. Se është njëri i zgjuar, i lexuar dhe ka dy fije informacion se çka që të bëj diferencën, le të themi. Pra, është prap out, sidoqoftë. Është out thua? Është out, nuk ata që qëllimi është që ta çojnë gjithë njerëzimin në ferrë bër. E kupton? Po mirë, ndoshta ky merr kënaqësi nga kjo pjesë më. Ai këtë nuk është se e bën me atë gjak ftohtësinë që po do i zhys njerëzit atje në ferrë. Se nuk është aq në atë nivelin e errësirës siç janë ata tipat mbrapa këtij. Ka kusuret e veta domethënë, po jo aq terror siç janë ata mbi atë. Ai e bën thjesht sepse ashtu i than, po nuk e bëre do të kërcon, do të zhdukim edhe ty. Unë jam i sigurt që ai do të heqë dorë nga aty ku gjendet. Ja, këtë e kam thënë ndër vite. A e ka thënë vite? Po e kam thënë ndër vite këtë. Ai është në pikë të hallit ai. Është në pikë të hallit, po s'ka çfarë bën. Po nuk lëviz dot më burr. Unë jam ushtar i thjesht i tha Fevziut. Nuk ka zënë rota bishin kur i thon. Edhe po u toroq ai e thot pritet shoku se ti këtu tani je sklavi jon, je ushtari jon. Do përçosh ato planet tona, lëshot sa 2030 agenda andej, si tha para ca kohë, do bënte edhe një kështu do futet teknologjia dhe në parlament, siç apo thoshte, në zgjedhjet. Se ku tha, do fusim teknologji thoshte. Ajo puna e qeverisë së re që po vjen nga Amerika do përhapet gjithandej. Ajo puna e inteligjencës artificiale, digitalizimi, kompjuterizimi, mbikëqyrja, Big Brotheri po të shikon. Prandaj vazhdon ajo gjëja shumë tut atje, edhe i bën reklam. Të gjitha këto konsistojnë në një gjë. Ti fusi njerëzit në një llumë, në një errësirë, ta humbi komplet veten. Është vërtet. Se po ta shohësh gjitha kjo ne kemi cekur edhe në episode të tjera që
ai e ka përgatitur deri diku të rrenë nëpërmjet sferave tjera, siç është media, siç është tyre që merren me fallë, siç merren me shumë elemente të tjerë, le të themi, që ne i kemi cekur, dhe ky del tani thotë i kam gati të gjitha terrenet dhe del të pasqyron këtë dorën, pesën, me element të botës së errët, dhe njerëzit prap nuk reagojnë nga kjo pjesë. Po shiko, Është ajo që ke thënë ti me Big Brotherin, që nesër kur të na vendosin kamerën në shtëpi, zona bëj shumë përshtypje se kemi qenë pjesë e asaj duke e parë vazhdimisht. Je edukuar ka kaluar në subconscient. Duhet diçka shumë normale. Fiks. Ta bëjnë domethënë anormale të duket normale, në momentin që do vitë ta parashtrojnë që të bëhet ligj, se do e quajnë ligj më mrapa, ti ta pranosh. Mos ketë pikë kundërshtimi reagimi. Ata të këqind nuk e duan reagimin. Nuk e duan që ti të dalësh aty dhe ti rrëzosh ato planet e tyre. Duan që të mbajnë në një gjendje gjumi dhe të kalojnë gjithmonë ato të tyret. Po reagove, po mendove, nëse një njeri mendon, për ata përbën rrezik. Nuk duhet ti të mendosh. Ti do veprosh ashtu siç themi neve dhe do mendosh ato që do të themi ne të mendosh. Do themi po të njëjtën vjersh gjithë. Po ti do të thënë një unifikim i çdo gjëje. Unifikim, po. Kështu do mendosh, kështu do vishesh, kështu do ecesh, se kam dhe për veshjen çik, desha me fol ca gjona. Si ja shikoj të vesha për shembull. Nuk po i dallon dot më burra meshkuj vëlla. E kanë futur atë termin unisex atje, si burrat dhe femrat i kemë pantallona sot. Do duket si detaj koti, po është shumë domethënës. Ka kaluar fuqishëm gjithë ne. I shikon kudo. Mi që kanë flokë të gjata që dallojmë që janë femra. Po kanë dhe meshkuj që kanë marrë flokë të gjata dhe as si me vesh fare. Po mirë, ato janë pak, ato janë nëse këtu se vujmë atë vende. Në vende të tjera janë këto më të theksuara. E kanë si Kurse këtu është bë keq fare më valla. Apo s'kan filluar me ca xhinse gjona tani, me ca brekushe kështu, moda e quajnë. E ka unifikim. I thash herë unë, po këto janë atlete për femra, mëse po kërkoje për atlete. Jo, janë unisexa dhe për meshkuj dhe për femra. Domethënë rrafshim, sheshim. Mos ketë dallim gjinor. Tani na erdhi dhe kjo pakoja tjetër e 700 gjinive të tjera LGBTQSRN UMNXZ. Aty ta humbësh fare. Po mirë se mësojmë edhe alfabetin. Do me pa nga ana pozitive, por për te shakave dhe në një batut thjesht sa për ta... E shiko si punojnë, si bombardojnë me vëlla, njëna mas tjetrës. Mos kesh mundësi ti ta çosh kokën, mos kesh mendosh, mos sa fare. Në këtë emision jemi duke bërë të përpjekjen që të krijojmë një lloj hapësire që ai tjetri të mendoj. Të mendoj, po. Gjithë përpjekja e këtij emisionit është vetëm për këtë arsye. Është gjëja më me vlerë që çdo njeri mund të bëjë për veten e tij, të përdori trurin dhe logjikën e pastër tij. Truri dhe logjikën, mendo më shoku, mendo, mos i merr gjërat çabllon. Filtroj, na ka dhënë Zoti një gjë të mrekullueshme që quhet logjik. Logjik është gjë. Pasuri. Po ajo na bën të dallojmë nga kafshët apo që s'kan. Nuk flasin ato, nuk krijojnë, nuk bëjnë, nuk kanë imagjinat, bëjnë gjëra. Kjo është pasuri e vërtetë, jo siç ka po sot po mburren sot të tjerë. Ose këta që janë sot mbushtetë, ose këta që s'po ngopen asnjëherë. Vjen ai tjetri nëpërmjet shërbëtorëve të tij dhe mjeteve të tij, ai sykuqi, edhe përdor gjithçka që ti mos ta përdorësh të dhurat që Zoti ka dhënë, që quhet logjik. Ti je i bllokuar. Të del përpara. Llum. Jo, dali përpara ai, pastaj 3 me njerëz dhe kuptojnë dhe nuk i ndjekin më. Ai përdor karemet që tham. Jo televizori, jo moda, jo po mendo kështu, vishu kështu, ec kështu, përparo kështu, t'japin modele ato.